shkoj me një recetë super të shëndetshme, bëhet fjalë për hita. Mirë po, kësaj radhe kombinimin e kam bë me hita dhe thjerza. Vetë tash imagjinoni se çfarë vlera ushqyese përmbajnë hitat, në anën tjetër çfarë vlera ushqyese përmbajnë thjerzat dhe çka do të bëhet me këtë supë. Fantastike. Atëherë, baza do t'jetë qepa dhe hudhra. Hudhër i shtoni sa të doni, për shtatet shumë, nuk ju vjen aroma, mos keni frikë se humbet krejt për shkak të shijeve të tjera. Kurse thjerza gjithmonë i futni kështu në ujë, i lani së paku 20 minuta, në mënyrë që ta largojnë nishesën e tepërt, pastaj nuk keni problem me tretje, kjo ndodh edhe me groshën apo pasulin. Kështu që nuk keni problem me tretjen, e shpërlani mirë dhe kjo është çfarë duhet gjithmonë kur bëhet fjalë për thjerzat apo për bishtajoret. E shpërlaj mirë tash. E shpërlaj me ujë të vollshëm. Dhe shikoni përfundi se si kalon nishestja. Kaq. Filloj me qepën, e ndaj në pjesë, nuk është e domosdoshme ta grimconi, se unë do t'i zi, domethënë nuk do t'i skuqi asnjëra. E shtypi hudrën dhe pa e përsëris shtani sa të doni. Gjerja veç është e ngrohur mirë, shtoj qepët me hudrën. Thjerzat. Dhe ujin e mduar. Pak vaj të birit. Mbuloj me kapak në temperaturë mesatare 5 minuta. Pas 5 minutave do t'ja shtoj hitat. Ta shtoj dhe hitat. Përndryshe, kjo recetë është për të gjithë ju që keni problem me tretjen, tepër shumë ju ndihmon. Dhe përveç tjerave, keni edhe proteina këtu. Shtoj kripën. Piperin. Dhe erza që i përshtatet jashtëzakonisht shumë kësaj supe është menexhiku apo menta e thatë. Mirë po nuk do t'ja shtoj tash, do t'ja shtoj ma vonë, pasi që supa krejt jetë gati, në fund tamam atë shijen atë aromë. Supa është gati, e lani kështu siç është ose e bluni e bëni kremoze. Mirë për krejt që ka du m'ju thanë është që me të vërtet supë që përmban jashtëzakonisht shumë vlera ushqyese, proteina, fibra, plus nga hitat hekur. Për të gjithë ju që vuani me anemin, shtoni hekur sa më tepër në dietat tuaja. Tash është koha, kështu këtë pjesën që e lirojnë kryesisht perimet dhe thjerza, gjithmonë ja largoni. Sidomos nëse doni ta gatuani për disa ditë, atëherë duhet keni kujdes që t'ja largoni mirë. Tash
vetëm në energjikun. Erës që i përshtatet jashtëzakonisht shumë këtu. Përzilhet mirë dhe gati për servim. Zakonisht këto ushqime që i kanë këto përbërës që nuk janë bashkë të zakonshëm, unë i quaj super. Kjo është super supa me hita, sikurse ato super ushqimet si që janë para e shumë gjëra të ndryshme. Edhe kjo hyn në ato ushqimet super, domethënë me shumë lira ushqyese. Supë me hita dhe thjerza. Kjo ishte nga unë. Uroj ta gatuani sa më shpesh, ta keni në menyn tuaj. Hita tash e kanë kohën, unë i vendosi në frezë dhe i kam tani përgjatë gjithë vitit. Kështu që vetëm edhe pak vaj ulliri, sipër dhe gjithat mirat në një pjatë. Ishin këto 2 ditë e hitave, nesër do takojmë me diçka tjetër. Mirupafshim.